Ditën e sotme kanë dalë para gjykatës së Tiranës për rivlerësimin e masave të sigurisë 3 të arrestuar për aksidentin e regjistruar mbrëmjen e së mërkurës në aksin Vor Fushkruj, ku humbën jetën 4 të rinj. Gjykata ka lënë në burg shoferin e betonierës 24 vjeçarin Aleksander Krashi. Ai ishte i pajisur me leje drejtimi, por jo për mjetet e rënda, teksa në momentin e aksidentit kishte ndaluar në karrexhat betonierën, por nuk kishte ndezur blokazhin. Mbi të ndojnë akuzat për vepra penale, shkelje e rregullave të qarkullimit rrugor, drejtimi i automobilit në mënyrë të parregullt dhe largimi nga vendi i aksidentit. Në dëshminë e dhënë para tokave të zeza, i riu ka deklaruar se në momentin e aksidentit ndodhej në betoniere, ku ka tentuar të hapi derën automobilit të viktimave, por ka qenë e pamundur. E po ashtu ai ka thënë se ka njoftuar dhe kompaninë, madje dhe familjarët. Gjithashtu gjykata ka lënë në burg edhe kushëririn e shoferit të betonierës shtetasin Valentin Krashi, 25 vjeç, i cili dyshohet se ka larguar 24 vjeçarin me automjet nga vendi i ngjarjes pas aksidentit. Ai akuzohet për vepra penale për krahje autorit të krimit dhe veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Ndërkohë vijon të jenë ende në kërkim shtetësi Sajmir Hoxha, 27 vjeç, pronar dhe administrator i kompanisë Helion SHPK, ku ishte i punësuar Aleksander Krashi. Samir Hoxha është djali i biznesmenit Rushdi Hoxha, i cili u gjeti vrarë më datën 6 nëntor 2021 në Qafmoll.